Lani këto 5 pjesë të trupit çdo ditë për të jetuar një jetë më të gjatë. Këshilla për jetën. Mirë se vini në një udhëtim të rëndësishëm drejt shëndetit dhe mirëqenies, veçanërisht kur flasim për të moshuarit në jetën tonë, prindërit, gjyshërit ose edhe veten tonë në të ardhmen. Shëndeti është pasuria më e madhe që kemi dhe një nga çelësat për ta ruajtur atë është diçka që mund ta bëjmë çdo ditë, higjiena personale. Por nuk po flasim vetëm për larjen e duarve apo dushin e zakonshëm. Sot do të zhytemi në disa zona të trupit që shpesh i lëm pas dore, por që mund të kenë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetëgjatësinë dhe cilësinë e jetës, sidomos për të moshuarit. Doktoresha Emma Harris, një specialiste geriatrike me përvojë të gjerë në kujdesin ndaj të moshuarve, na tregon se ka 5 zona kyçe që meritojnë vëmendjen tonë. Pse këto zona? Sepse ato janë si qoshet e fshehura të një shtëpie, nëse i lëm pa pastruar, mund të krijojnë probleme të mëdha me kalimin e kohës. Imagjinoni një makinë, nëse i ndërroni vajin dhe pastroni motorin rregullisht, ajo do të punojë pa problem për vite me radhë. E njëjta gjë vlen për trupin tonë. Për të moshuarit, të cilët mund të kenë një sistem imunitar më të dobët ose lëvizshmëri të kufizuar, këto zakone të thjeshta higjienike mund të jenë dallimi mes një jete të shëndetshme dhe komplikimeve të panevojshme. Pra, le të marrim një filxhan çaj, të ulemi rehat dhe të eksplorojmë së bashku këto 5 pika. Do të zbuloni se sa e lehtë është të bësh ndryshime të vogla me përfitime të mëdha. Gati? Le të fillojmë. Por së pari, ju lutem vendosni një pëlqej videos dhe abonohuni në këtë kanal, është shumë e rëndësishme për ne. Faleminderit shumë. 1. Gjuha, porta e shëndetit oral dhe më gjallë. Le të nisim me gjuhën, një organ që e përdorim çdo ditë për të ngrënë, për të folur dhe për të shijuar botën rreth nesh. Por a e keni menduar ndonjëherë se çfarë fshihet në sipërfaqen e saj? Gjuha është si një pyll i vogël mikroskopik, i mbushur me papilla, ato gunga të vogla që na ndihmojnë të dallojmë shijet. Por mes këtyre papilave jetojnë edhe miliona baktere. Disa prej tyre janë të dobishme, por të tjerët? Jo dhe aq. Nëse i lëm të grumbullohen, ato mund të krijojnë një stres të trashtë të quajtur plak, që çon në erë të keqe të gojës, infeksione dhe madje probleme më serioze si sëmundjet e mishrave të dhëmbëve. Për të moshuarit, kjo është edhe më kritike. Me kalimin e moshës, sistemi imunitar dobësohet dhe aftësia për të luftuar bakteret zvogëlohet. Doktoresha Harris shpjegon se bakteret në gjuhë mund të udhëtojnë deri në mushkëri nëse gëlltiten, duke rritur rrezikun e pneumonisë, një gjendje që mund të jetë fatale për të moshuarit. Por ka një zgjidhje të thjeshtë, pastrimi i gjuhës. Nuk flasim për diçka të komplikuar apo të shtrenjtë. Një kruajtëse gjuhe që kushton vetëm disa lekë ose edhe furça juaj e dhëmbëve mund të bëjë punë. Çdo mëngjes, pas larjes së dhëmbëve, kaloni disa sekonda duke fshirë gjuhën nga mbrapa përpara. Do të shihni menjëherë një ndryshim, goja juaj do të ndihet më e freskët dhe era e keqe do të zhduket. Por ka më shumë. Pastrimi i gjuhës përmirëson edhe shijen. Shumë të moshuar ankohen se ushqimi nuk ka më të njëjtin shije si dikur. Kjo mund të jetë për shkak të pllakës që mbulon gjuhën dhe bllokon receptorët e shijes. Imagjinoni të shijoni përsëri një pjatë me supë të ngrohtë ose një copë kek të preferuar me të gjithë shijen që meriton. Është një fitore e vogël, por e rëndësishme për mirëqenien emocionale dhe fizike. Pra, herën tjetër që jeni në banjë, mos harroni gjuhën, është një hap i vogël për një shëndet të madh. Pika 2. Këmbët, themelet e lëvizshmërisë dhe pavarësisë. Tani le të zbresim poshtë te këmbët, ato punëtorët e palodhur që na mbajnë në lëvizje çdo ditë. Për të moshuarit, këmbët janë më shumë se thjesht një mjet transporti, ato janë simbol i pavarësisë. Por çfarë ndodh kur i lëm pas dore? Këmbët mund të kthehen në një burim problemesh, nga infeksionet të plagët dhe madje humbja e ekuilibrit. Doktoresha Harris thotë se kujdesi për këmbët është një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëjmë për të ruajtur lëvizshmërinë dhe për të shmangur komplikimet, veçanërisht për ata që vuajnë nga diabeti ose qarkullimi i dobët i gjakullt. Imagjinoni këtë, pas një dite të gjatë, këmbët tuaja janë të djersitura dhe të lagura. Nëse nuk i lani dhe i thani siç duhet, lagështira mes gishtave mund të krijojë një parajsë për mykun dhe bakteret. Për një të moshuar, kjo mund të çojë në infeksione si këmbaj atletit ose në raste më të rënda, ulqera që shërohen me vështirësi. Dhe për dikën me diabet, një infeksion i vogël mund të përkeqësohet deri në atë pikë sa të rrezikojë humbjen e këmbës. Tingëllon e frikshme, apo jo? Por lajmi i mirë është se parandalimi është i lehtë. Çdo ditë merrni pak kohë për të larë këmbët me ujë të ngrohtë dhe sapun. Përqendrohuni te hapësirat mes gishtave, aty fshihet problemi zakonisht. Pastaj, thani ato plotësisht me një peshqir të pastër. Nëse keni mundësi, aplikoni një krem hidratues për të mbajtur lëkurën të butë dhe për të parandaluar çarjet. Për të moshuarit me lëvizshmëri të kufizuar, kjo mund të jetë një sfidë, por edhe një ndihmës ose familjar mund ta bëjë këtë me lehtësi. Një këmbë e shëndetshme do të thotë më pak dhimbje, më shumë lëvizje dhe një shans më i madh për të qëndruar aktiv dhe i pavarur. Pra, mos i harroni këmbët, ato ju mbajnë në këmbë, në kuptimin e plotë të fjalës.
3. Sqetullat, qendra e detoksifikimit dhe komfortit. Le të kalojmë te sqetullat, një zonë që mund të duket e parëndësishme, por ka një rol të madh në shëndetin tonë të përgjithshëm. Sqetullat janë si një qendër komunikimi për sistemin limfatik, i cili ndihmon trupin të largojë toksinat dhe të luftojë infeksionet. Por çfarë ndodh kur i lëm pas dore? Djersa, qelizat e vdekura të lëkurës dhe bakteret grumbullohen, duke krijuar një mjedis të përsosur për erë të pakëndshme dhe acarim. Për të moshuarit, kjo mund të jetë edhe më problematike, sepse lëkura e tyre është më e ndjeshme dhe mund të irritohen më lehtë. Doktoresha Harris shpjegon se sqetullat nuk janë vetëm çështje estetike. Nyjet limfatike aty luajnë një rol në mbajtjen e ekuilibrit të trupit dhe pastrimi i rregullt i ndihmon ato të funksionojnë më mirë. Imagjinoni një filtr në makinën tuaj të kafes, nëse nuk e pastroni, ai bllokohet dhe kafeja nuk del siç duhet. E njëjta gjë vlen për sqetullat dhe sistemin limfatik. Një larje e përditshme me sapun të butë dhe ujë të ngrohtë është gjithçka që nevojitet. Për ata me lëkurë të ndjeshme, mund të përdorni një sapun pa aromë për të shmangur irritimin. Përfitimet: jo vetëm një ndjenjë freskie dhe rehati, por edhe lëkurë më e shëndetshme dhe më pak rrezik nga infeksionet. Për të moshuarit, kjo mund të rrisë vetbesimin dhe të zvogëlojë nevojën për kremra apo trajtime të shtrenjta. Një histori e vogël: një paciente e doktoreshës Harris, një grua 78 vjeçare, ankohej për kruajtje të vazhdueshme në sqetulla. Pas një rutinë të thjeshtë pastrimi, problemi u zhduk brenda një jave. Është kaq e thjeshtë, por kaq e fuqishme. Pra, herën tjetër që jeni në dush, jepini sqetullave pak dashuri, trupi juaj do t'ju falenderojë. 4. Hunda, filtri i frymëmarrjes dhe gjumit të qetë. Tani le të flasim për hundën, porta kryesore e frymëmarrjes son. Për të moshuarit, një hundë e shëndetshme mund të bëjë dallimin mes një dite të mirë dhe një nate pa gjumë. Hunda vepron si një filtr natyral, duke kapur pluhurin, polenin dhe mikrobet para se të arrijnë mushkërinë. Por kur e lëm pas dore, ajo mund të bllokohet, duke e bërë frymëmarrjen më të vështirë dhe duke rritur rrezikun e infeksioneve të sinusit. Për dikën me një sistem imunitar të dobët, kjo mund të jetë një problem i madh. Doktoresha Harris sugjeron një metodë të lashtë, por efektive: shpëlarjen e hundës me ujë me krip. Kjo nuk është diçka e re, njerëzit e kanë përdorur për shekuj dhe funksionon. Merrni një shiring të vogël, përzieni ujë të ngrohtë me pak krip, jo shumë, rreth një çerek luge për një gotë ujë dhe shpëlani butësisht hundën. Kjo largon papastërtitë, lehtëson kongestionin dhe e mban hundën të hidratuar. Për të moshuarit që vuajnë nga alergjitë ose thatësia e ajrit në dimër, kjo mund të jetë një shpëtim. Përfitimet shkojnë përtej frymëmarrjes. Një hund e pastër do të thotë gjumë më i mirë, sepse nuk do të zgjoheni nga bllokimi ose gërhitja. Dhe gjumi, siç e dim, është jetik për shëndetin mendor dhe fizik. Një pacient i doktoreshës Harry, një burr 82 vjeçar, tha se pas një muaji me këtë rutinë, ai ndihej më i freskët dhe me më shumë energji çdo mëngjes. Është një zakon i vogël që mund të transformojë ditën tuaj dhe natën tuaj. Pra, mos e nënvlerësoni hundën, ajo meriton pak vëmendje. 5. Kërthiza e vogël, por me rrezik të fshehur. Së fundmi, le të ndalemi te kërthiza, një vend kaq i vogël, por kaq i lehtë për t'u harruar. Mund të tingëllojë qesharake, por kërthiza është si një xhep i fshehur në trupin tonë. Nëse nuk e pastrojmë, ajo mund të mbledhë djersë, qeliza të vdekura të lëkurës dhe baktere, duke krijuar një mjedis të përsosur për infeksione ose aroma të pakëndshme. Për të moshuarit, të cilët mund të kenë lëkurë më të ndjeshme ose lëvizshmëri të kufizuar, kjo mund të kthehet në një problem real. Doktoresha Harris tregon një rast kur një pacient i saj, një grua 70 vjeçare, erdhi me një skuqje të çuditshme rreth kërthizës. Pas një kontrolli, doli se ishte një infeksion i vogël i shkaktuar nga papastërtia e grumbulluar. Zgjidhja: një pastrim i thjeshtë me sapun dhe ujë dhe problemi u zhduk. Pastrimi është i lehtë, merrni një copë pambuku ose një pecet të lagur, shtoni pak sapun të butë dhe fërkojeni kërthizën butësisht. Pastaj thani mirë me një peshqir. Një herë në javë është mjaftueshëm për shumicën e njerëzve. Përfitimet shkojnë përtej shëndetit fizik. Një kërthizë e pastër do të thotë më pak aroma dhe më shumë vetbesim, sidomos për të moshuarit që mund të ndihen të sikletosur nga gjëra të tilla. Është një detaj i vogël, por tregon se sa shumë mund të bëjë kujdesi për veten. Pra, herën tjetër që jeni duke u larë, mos e kaloni kërthizën, është një fitore e lehtë për shëndetin tuaj. Ja ku jemi, në fund të këtij udhëtimi për rëndësinë e higjienës së përditshme për të moshuarit. Gjuha, këmbët, sqetullat, hunda dhe kërthiza, 5 zona që mund të duken të parëndësishme, por që mbajnë çelësin e një jete më të shëndetshme dhe më të gjatë. Doktoresha Emma Harris na kujton se shëndeti nuk ka të bëjë me gjëra të mëdha apo të komplikuara, shpesh janë zakonet e vogla ato që bëjnë dallimin. Për të moshuarit, këto rutina mund të parandalojnë probleme serioze, të rrisin rehatin dhe të shtojnë vite cilësore në jetën e tyre. Imagjinoni një të ardhme ku gjyshërit tuaj ose prindërit tuaj ndihen më të fortë, më të sigurt dhe më të lumtur, vetëm sepse i kushtuan pak vëmendje këtyre detajeve.
Ose mendoni për veten tuaj në moshën e tyre, a nuk do të doni të ndjeshit në formën më të mirë të mundshme? Nuk ka nevojë për pajisje të shtrenjta apo orë të tëra në digë. Një furçë dhëmbësh, pak ujë me krip, një peshqir dhe pak durim janë gjithçka që ju nevojitet. Pra, çfarë prisni? Filloni sot. Provoni një nga këto zakone dhe shikoni si ndiheni pas një jave. Ndoshta mund ta bëni këtë një sfidë familjare, kujdesuni për veten dhe për të dashurit tuaj së bashku. Në fund të fundit, shëndeti është dhurata më e çmuar që mund t'i japim vetes dhe atyre që duam. Ju çfarë mendoni? Cilin zakon do të provoni së pari? Më tregoni në komente dhe le të nisim këtë rrugëtim drejt një jete më të mirë bashkë. Faleminderit shumë që keni marrë kohë për të parë këtë video. Nëse ju pëlqeu videoja e sotme, ju ftojmë të shtypni butonat abonohu dhe të pëlqej. Faleminderit me zemër. Do të lutem për shëndetin dhe lumturinë tuaj. Mirupafshim.